Jemi ne ca njerëz, ndoshta sot jemi më shumë, dikur kemi qenë më pak që kemi parë, jo kaq egërsisht dhe ashpërshist po e themi sot që problemi është Sali Berisha, po kemi parë që Partia Demokratike u bë më pak demokratike për shkak të sjelljes së zoti Berisha. Që nga viti 91, pastaj 92-shin, pastaj 94 me referendume, pastaj 95 me atë që i bëri Selami, që ndodhi pastaj 96, 97 kur ai u kthy në PD, edhe në kushte të vështira dhe i hoqi të gjithë, mendo hoqi edhe Tritani. Dhe pa fol pastaj deri në fund fare. Pra, problemi është gjithë to element që kam tentuar në pamjet parë të bëjnë lëvizje progresiste, siç duket do ta bëjë dhe Saliani, pasi premisat i ka, po flet me bazë, kam blet njerëz të suksesshëm, kam blet çuna goca të reja, pra nuk po merret më me veteranët e luftës dhe të punës, të herojët e punës socialiste që kanë mbetë te PD-ja, janë premisa të mira. Problemi është të gjithë këto pastaj, duke përfunduar te zoti Bardhi, cilin e kemi mbështetur pafund, fund fare ta e këtu në gjithë e zoti Berisha, dhe në fund fare kemi ngel në armisht. Dhe ne tironësit kemi shprehje që unë e përdore pasere, qor për qor, unë e kam në borë. Po, nuk më mjafton mu që unë Berishën e kritikoj si alternativi o të mirë. Pse ta bëj armik dhe vetë brenda PD-s? Po që puna kështu, unë po rri me doktorin. Pse? Sepse në fund fare gjithë e doktori janë kësë. Është autoironia, është po vërtet. Rregullisht, kjo ka qenë situata konkrete, në një moment të dhënë, që është paraqitur përballë gjithë brezave të politikanëve që kanë kaluar dhe e kanë pasur në një moment këtë dilemë. Dhe kjo punë fillon shumë herët. Fillon në gushtin e famshëm të mocionistëve, ku ai përzuri të gjithë, më vonë vazhdon, se tani demokracia në Shqipëri ka filluar që në ditën 1 praktikisht me këtë veprim. Majoranca ka futur në burg kryetarin e opozitës dhe ka thënë hajde vazhdojmë lojën. Që këtu duket se ku jemi. Klime demokratike më. Patjetër, 4 vjet burg kryetari i opozitës, sepse ne sot kemi shumë dëshmëri për sa i përket standardeve, por është mirë të kujtojmë kush është Zanafilla. Dhe pastaj vim tek problemi. Po ta shohim kronologjinë e ngjarjeve negative që i kanë ardhur këtij vendin 35 vite, emri që del më së shumti dhe që përsëritet dhe që krijon fenomen, shumë kanë ikur dhe kanë ardhur. Beko ka qenë nga të fundit që ka ikur për idetë e tij, Sula gjithashtu, shumë të tjerë si ata që kanë bërë një copë rrugë të gjatë, shkurtër me atë parti, po që për bindjet e tyre kanë ikur, ndërkohë që i vetmi që kanë ngel në formë problemi dhe që të del si emër në të gjithë të trajektore ngjarjesh 35 vjeçare që ka pas ky vend dhe kjo forcë politike, është Sali Berisha. Nuk ka asnjë lloj manie të atyre që thonë problemi është Berisha, sepse çdo debat i tillë është i tepërt. Po të heqësh, më fal tani, lutem. Po të heqësh këdo, nuk ndryshon ekuacioni, po të heqësh këtë zotërin, ndryshon i gjithë ekuacioni. Ky është problemi, kaq. Nuk e dim, por të paktën nuk kur themi Lenini, themi partia. Kaq e thjeshtë. Dhe kaq e vështirë një herë. Besoj që ja vlet thotë një gjë që duhet ta kuptojnë të gjithë faktorët politik në PD dhe jashtë saj. Ka një pjesë të madhe të elektoratit djathtë, i cili sot është i papërfaqësuar, që është elektorati i djathtë antiberishist. Dhe kjo mendoj që është parë sondazhe. Jo shumë 40% e popullsisë. Po kjo është majoranca mendoj, sepse edhe ato 500.000 vota që ka marrë Berisha janë një pjesë e mirë e votat këtyre, të cilët nuk e duan Berishën, kanë mbyllur hundë dhe kanë shkuar e kanë votuar vetëm se s'kan dashur Rama. Në sondazhet e 40% duke futur dhe këtë po pra. Tani çdo lëvizje që bën llogari. Po 40% janë pak. 40% janë është rezultati maksimal që ka arrit PD-ja në herë, 40-41%. Tani çdo lëvizje, pra në PD mund të ketë dy lloj fatesh. Një që e var tek Berisha dhe pret që ai të bëjë ty diçka, ose disa të tjerë të cilët mund të luftojnë kundër Berishës dhe vetëm kështu mund të kapitalizojnë vota të këtij lloji elektorati i cili ose nuk del votojë ose voton nga halli Berishës se s'do Ramën. Pra ky elektorati është më i madh, ky elektorat. Pra e thoni që bideja e Saliani nuk duhet të jetë për tashmë, duhet të jetë për tardhmen. Besoj që qoftë Saliani apo kush do të jetë, po kush do, sepse çka ka bërë Berisha deri tani ka monopolizuar skenën, ka lënë pa përfaqësuar pjesën më të madhe e elektoratit djathtë. Tani kjo lëvizje ka shansin nëse do ose njerëz të tjerë, nuk ka rëndësi kush, që ta aktivizojnë këtë lloj elektorati, i cili është shumë i madh. Dhe Berisha kësaj është druajtur gjatë gjithë kësaj kohe, që të dalë dikush të faktorizojë pikërisht këtë pjesë elektorati. Nëse kjo faktorizohet, ajo mbyt pjesën tjetër. Dhe Berisha e di pastaj që e ka rrugën për në varr politik të hapur. Pra, në këtë kuptim, pra, ky është thelbi, ka dy mënyra, o do ta fitosh votën vet,
do fitosh njerëzit, ose ndryshe do jesh thjesht një person i cili je i nështruar dhe pret çfarë llokve do të ofrojë Berisha. Shumica e tyre që janë aty kanë hallin se do i sulmojë Berisha dhe presin llokun nga Berisha. Mirë, po këto llokma do vinë duke u zvogluar sepse zgjedhja do ketë më pak mandate, gjithmonë më pak. Dhe një pjesë atyre pastaj gjithmonë më shumë do të dalin jashtë. Këta duhet kuptojnë që këta duhet ta krijojnë vetë elektoratin e tyre. Këta vetë duhet të shpëtojnë PD-n nga kjo. Sa kam që e them që këto lëvizje, sa kohë do tentojnë gardin e Partisë Demokratike, janë të destinuara o të katandisen si thërmia si agron shehaj, që i merr votat me Excel, nga ja vjet PD-s edhe pastaj mataro vetë, i rregullon vetë dhe i ve vulën e tij. Ose për ndryshe këta duhet tentojnë jashtë gardit. Më mirë që tentojnë jashtë gardit, mund të jetë afat gjatë, ndoshta nuk i ka rezultatet nesër dhe pas nesër, po sigurisht që e ka sukses në garantuar. Mjeshtri më i madh për ta lexuar këtë situatë që unë thash është vetë Berisha. Po të shohësh çfarë po bën Berisha tashmë, Berisha i ka turrur gjithë njerëzit të sulmojnë Salianin dhe lëvizjen e tij. Po të shohësh nëpër rrjetet sociale, nëpër gjithë njerëzit që punojnë për Berishën, janë afër Berishës, në underground dhe në sken, po sulmojnë lëvizjen e Salianit. Ish drejtora, ish njerëz me pozicione politike, ish njerëz funksionarë të Berishës ku ka qenë pushtet. Tot janë kundër Salianit. Fal, pse bën? Dhe nga ana tjetër, Berisha po miklon njerëzit që ishin te kafja Saliani për ti joshur. Pra, vetë Berisha e kupton që fati ti politik varet nga një lëvizje kundër ti brenda PD-s. Dhe prandaj përpiqet që me çdo mjet ta shuajë që në embrion. Fal, pse u sulën, fal, zoti Leska. Ju sulën e masakruan, çfarë tha zoti Leska, gjë më normale, po tha duhet ikë tash se ka marrë punë. Dhe u vërtetu pas 5 ditësh. Çfarë i bën? Jo po pianet, jo po i shitur me ram, jo po i pi kafe me njerëz të ram, çfarë si than? Pse? Sepse ata janë në Berisha sot është në alert. Berisha do të mbyll gojën e kujdo që flet sepse s'do të krijohet precedenti. Sepse po e hapi njëri gojën do fillojnë flasin të gjithë dhe po folën të gjithë ai e kupton që e ka po jashtë shumë shpejt. Ka një fjali, po ma premtoi një fjali, ja do e kisha mbyllur. Ka një detaj shumë të rëndësishëm. Në rast se, do e thënë, në raste të tjera, udhëheqësi ka qenë më i qartë se sa mbështetësit e vet, në atë kohë udhëheqësi nuk ka pasur probleme. Por në rastin konkret janë mbështetësit ose le të themi militantë dhe anëtarët e Partisë Demokratike më të qartë se sa udhëheqësi dhe udhëheqësia e Partisë Demokratike. Dhe ky është problemi që ka sot, drama që ka sot Sali Berisha. Ata që janë poshtë janë të qartë, e din çdo PD-ja, e din si zgjidhet kriza, ai që është lart ndoshta e di, po nuk do që ta zgjidhë krizën. Jo më ka qartë, edhe ka qartë për vetë. Ai ka qartë, ai ka do për vetë mua që ata që janë poshtë. E ka qartë, do për vetë. Ndoshta presin vetëm një misionale, themi në thonjza, që t'u japi një mesazh. Mbaroj fjalia jote. Një fjali dash, një fjali, lutem se jemi shumë vonë. Tani, o miku im, Sali Berisha është një politikan i cili nuk prodhon politik dot pa konflikt. Jeton në politikë në saj konfliktit. Një herë nëse do të Saliani dhe të gjithë do tjera do t'i trajtoj si fuqist, si që ka trajtuar gjithë të tjera, Sali Berisha do mbaj gjallë vetën e vetë. Nëse Sali Berisha edhe në të rast do toj që të paktën Partia Demokratike mos shuhet fare, te fjali nuk ta lejoj. Te fjali s'ta lejoj dash se të bjen në kundërshtim me gjithë retorikën e emisionit. Nëse Sali Berisha, nuk ka nëse me Sali Berisha. Sali Berisha është Partia Demokratike, kështu siç e keni sot. Doni ta mbani kështu, mbani Sali Berisha. Nuk ka nëse, po ja lë dorë Sali Berishës, e dim rezultatin zoti Sula. Akoma shpreson që ai mund të ndryshojë. Jo, nuk ndryshon, pa diskutim do të jetë se pik pushtet kur Sali Berisha Partia Demokratike. Me gjallë kujdes. Një herë që e bëri Sali Berisha, te kanoi vetën në 2005, kur bashkoi të gjithë dhe nuk i trajtoi si fuqist, në ktheu ato të sulmuar, triumfoi Partia Demokratike. Edhe aty Sali Berisha e tikë si top fur. Edhe aty e te kaloi vetën sa mori zgjedhjet, pastaj u rikthy tek direkt. Sa e fitoi zgjedhjet, po. Tani do të vazhdojnë me këtë rrugë, sepse e di që si fiton dot, nuk rritet dot dhe do konflikt, dhe sa konfliktin bjeton politik, të do të kuptojmë. Dakor, ta kuptoj Saliani, se ne kemi kuptuar, ne e njohim shumë mirë. Zoti Sula, shumë faleminderit që ishe sonë në debat, kënaqësi, faleminderit Beko, faleminderit Ergys, faleminderit Roger, Skënder, kënaqësi si gjithmonë. Ristori kthehet nesër në atë. Deri atëherë nga Sokul Balla, natë mirë. Dhe duke pat parasysh si mund të grish foltor numër 2 kur ti nuk e përmbushur premtimet e foltorës numër 1.
një parti e cila është në një gjendje ku në kulmin e disfatës vetë nuk del një njëri të thotë ore jemi në disfat. Domethënë nuk del një njëri të thotë shiko, ky që ka prodhuar këtë disfat tiki. Domethënë